Ky podcast vjen për ju me mbështetjen e X1, Philip Lane Residence dhe 1001 Solutions. Përshëndetje, jemi në podcast, jemi në radar, jemi në rubrikën ku i dedikohemi shpirtit ton, i dedikohemi gjërave që ka bëjmë me energjitë tona, me ndjesitë tona, me ne është bashkuar si gjithmonë trajnera shpirtërore, zonja Sonila Vogli. Zonja Vogli, shumë faleminderit që jeni me ne. Faleminderit juve si gjithmonë. Ditën e sotme ne do të flasim për manifestimin, shumë i rëndësishëm, por për ta kuptuar në vetvete, çfarë është manifestimi? Çfarë ne kuptojmë? Me manifestim ne kuptojmë arritjen e një dëshire ta bësh realitet. Kjo është ajo që ne kuptojmë. Nëse do ta përshkruaj me ligje energjetike, do të thotë që ajo pjesë e 5 elementeve që na krijojnë, të krijojnë realitetin që ne duam. A është gjithmonë një mendim pozitiv apo është diçka më tepër? Për te mendimit pozitiv që ne mund të kemi. Kryesisht është një vibrim pozitiv, ose më sakt, ne arrim të manifestojmë në qoftë se ne vibrojmë me atë gjë, vibrimi ynë sjell atë realitet. Mendimi pozitiv na ndihmon që ne të shkojmë në një vibrim të dëshiruar. A na përgjigj gjithmonë universi, energjia, dëshirave tona dhe manifestimit tonë, nëse mund të quajmë kështu? Në qoftë se dëshira ngel vetëm në mendje, nuk arrim dot që të kemi një përgjigje të vërtetë të universit, ose më saktë, universi përgjigjet gjithçkaje që ti e sjell deri në ndryshimin e vibrimit tënd fizik, energjetik. Po që se ajo dëshirë, apo ajo koncept që ne duam të arrijmë, një realiteti që duam të arrijmë, ka më shumë negativitet në bazë, në më thonë, mos që ti nuk e beson që do të arrish ndonjëherë, sepse mund ta thuash me mendje, dua të arrij këtë, dua të kem pallatin më të madh në Tiranë, kem në pronësi pallatin më të madh në Tiranë. Po në realitet ti këtë gjë nuk e beson në vetvete, thellë në vetvete, nuk e për ta arritur asnjëherë. Kështu që duhet bërë një ndryshim nga a është universi që nuk po më përgjigjet, apo jam unë ai që me të vërtet nuk di se çfarë po dëshiroj. Si funksionon sipas jush lidhja mes mendimit, emocioneve dhe qëllimeve që ne mund të kemi? Fillon gjithçka nga qëllimi. Fillohet nga një dëshirë apo nga një qëllim që bëhet pak nga pak, kalon në një mendim, kalon në një projekt, ndjehet në emocion, pastaj kalohet në realitet. Domethënë fillohet gjithmonë nga një qëllim. Cili është ndryshimi mes të dëshiruarit dhe manifestimit dhe qëllimit që ne mund të arrijmë? Siç e thash më parë, ne ndonjëherë dëshirojmë gjëra që në të vërtet nuk janë reale. Domethënë që në të vërtet ne nuk i besojmë në vetvete. Kështu që dëshira jonë mund të jetë shumë larg asaj gjëje që ne na përket apo që ne mund të arrijmë me vibrimin që ne kemi në këtë momente. Gjëja e parë që duhet të bëjmë është që të kemi të qartë se çfarë jemi duke dëshiruar. Kështu, për shembull, të jesh i lumtur është një dëshirë jashtëzakonisht shumë e madhe. Shumë e gjerë. Duhet të jesh pak më i qartë në vetvete se si do të arrish atë lumturi, apo se ku ti mund të arrish atë lumturi. A e njeh apo nuk e njeh atë emocion? A duhet të imagjinojmë çdo ditë realitetin që ne duam të arrijmë? Imagjinata bën një punë shumë të madhe. Domethënë, në momentin që ne kemi vënë një qëllim vetvetes, kemi realizuar një mendim se si duhet të arrijmë në atë, imagjinata na ndihmon që ne të ndjejmë atë lloj emocioni që ne duam të arrijmë. Le të themi, dua të kaloj pushimet në një vend specifik. Ai vend specifik të jep idenë e një emocioni që je duke provuar, lirisë ndoshta të madhe që ti mund të kesh, mospasjen e problemeve mendore që ti mund të kesh, e probleme ngarkesave mendore që ti mund të kesh. Kjo nuk do të thotë që do arrish të shkosh në Maldive për pushime. Ndoshta mund të arrish të shkosh, nuk e di, në Durrës edhe të kesh të njëjtin emocion. Po do të arrish gjithsesi atë emocion që ti ke imagjinuar. Çfarë roli kanë afrimitetet pozitive në manifestim?
ndihmojnë që ti të krijosh një mendim pozitiv, edhe që nga ai mendim pozitiv të kalosh në një emocion pozitiv edhe të kalosh në një qëllim të caktuar. Nuk duhet të jenë robotike. Do të thonë nuk duhet që ti të zgjohesh në mëngjes edhe çdo mëngjes thua unë jam i bukur, apo unë jam i lumtur, Kjo nuk ka asnjë lloj vlere, sepse ti je duke e bërë në mënyrë shumë robotike, je duke i detyruar veten që të thuash një diçka që truri yt nuk e beson, që nëndia jote nuk e beson. Duhet që ato afirmime që ti bën të kenë një bazë edhe që ti krijosh edhe një situatë për të arritur në një afirmim. Kështu që duhet pak meditim në fillim, të qetësosh pak mendjen, pastaj të dish edhe se çfarë do të arrish. Në momentin që ti vendos se çfarë do të arrish, atëherë ai afirmim të ndihmon për të arritur në atë emocion, në atë mendim dhe në atë emocion. A mund të na begoj frika, po ashtu dyshimet dhe mendimet negative tek manifestimin që ne do bëjmë? Atë që po thoshim, po qëse ti ke një dëshirë, po frika është më e madhe se sa ajo dëshira që ti ke, do të thonë dëshira është në ajër, është në mendje, nuk është në tokë, nuk është më këmbët në tokë, nuk është e vendosur mirë, edhe në elementet. 5 elementet që na krijojnë janë toka, uji, zjarri, ajri dhe eteri. Po qëse ti punon vetëm me ajrin, që është pjesa e mendjes, nuk arrin asnjë gjë, sepse gjithçka krijohet nga 3 elementet e tjerë që janë toka, uji dhe zjarri. Po qëse ti nuk ke një dëshirë të madhe që është zjarri, nuk mund të arrish që ta çosh deri në tokë, deri në manifestim. Edhe po qëse ke një dëshirë vetëm në mendje, edhe ke një frikë të madhe në tokë, në kuptimin që në elementin e tokës ke një frikë se frikrat mblidhen në elementin e tokës, ke një frikë të madhe, nuk e arrin dot, sepse nuk të lejon ajo frikë që ti të manifestosh ata ajër që ti ke në mendje. Nuk ja del ajri që të manifestojë në tokë. Çfarë ndodh kur një person manifeston diçka për një kohë të gjatë dhe më pas ajo nuk realizohet? Do të thotë që nuk e ka manifestuar. Ti do të thuash çfarë ndodh, po qëse një person dëshiron një gjë edhe bën ndonjë veprim të vogël për të arritur në manifestimin e diçkaje që dëshiron gjatë. Edhe nuk ja arrin qëllimit. Shpesh, po qëse dëshira është shumë e madhe, ai zjarri që ndizet nga dëshira është shumë e madhe, herët avon ajo gjë do vi. Le të themi që për të arritur nga një dëshirë në një manifestim real në tokë, në kuptimin e jetën tonë të përditshme, duhet pak kohë, duhet edhe pak punë, po duhet edhe pak kohë. A duhet që gjithmonë manifestimi shoqërohet edhe me veprime konkrete nga ana jonë? Ajo është gjëja kryesore. Do të thonë duhet që qëllimi të jetë i saktë, edhe që ti të vendosësh që ato mendime ti kalosh në emocione, që pak nga pak ti të bësh një hap drejt asaj gjëje që do të manifestosh. Po qëse ti nuk bën asnjë veprim, nuk do arrish asnjë gjë. Vetëm duke fantastikuar, vetëm duke imagjinuar, nuk arrihet në manifestim real. A mund të manifestojmë para, sukses në punë, ndoshta edhe qëllime tjera që ne mund të vendosim vetes? Gjëja më e lehtë për të manifestuar është një ndjesi, është një emocion që ti ndjen. Për shembull, në qoftë se paraja ty të jep ndjesinë e të qenit i sigurt në këtë jetë. Domethënë që të mos kesh asnjë mendim, të mos të mungojë asnjë gjë bazike. Ajo është ndjesia që të jep paraja. Në qoftë se ti ndjen atë ndjesi, do vi edhe paraja. Do vi në radhë të parë ndjesia që nuk ka rëndësi do vi me para apo pa para, në kuptimin që ti mund të ndjehesh i sigurt edhe për shembull në shtëpinë e prindërve. Kështu që një moment që ti je larg familjes, apo je larg prindërve, apo larg atij ambienti që të ka bërë të ndjehesh i sigurt, sepse mendja jote atë njeh si vend të sigurt, gjëja e parë që do arrihet është që të kthehesh në një ambient të sigurt, ose të realizosh një ambient të sigurt, që nuk ka të bëjë me më vjen leku për ta blerë shtëpinë, apo më dhurohet shtëpia. Universi nuk ka kufi. Kështu
Kështu që ti nuk e di, ti mund të kërkosh lekun për të blerë shtëpinë për shembull, edhe do të manifestosh paran, po në të vërtetë do të ndjeni një nesigurisë, edhe mund dikush të dhurojë një shtëpi, një gjysh apo një daje stër largët, të bëj një të gjesh një testament të tij që të ka dhuruar një shtëpi. Edhe një herë universi nuk ka kufi. Kështu që dhe nuk është aq i vogël sa që mendojmë ne. Ne mendojmë gjën brenda kopshtit tonë, ndërsa universi është shumë i madh, edhe mundësitë që ka janë të panumërta. Po marrëdhëniet, dashuritë, a mund t'i manifestojmë një person specifik? A mund të manifestojmë? Prap jemi tek e njëjta gjë. Ne manifestojmë mënyrën se si ai person do na trajtojë, se si do ndjehemi me atë person, se si do jetë ajo lloj lidhjeje. Manifestojmë prap atë që ndjejmë, jo figurën e personit. Ti mund të kesh në mendje një figurë apo një tip femre, le të themi, me flok të zeza, me sy të zeza etj, edhe në momentin që ti e gjen atë ndjesi që ti kërkon, të vjen nga një femër bjonde me sy blu. Ti nuk manifeston bjonden me sy blu, ti manifeston ndjesin që ajo të jep. Ndjenjën e shtëpisë, ndjenjën e familjes, ndjenjën e të qenit në ekuilibër me njëri tjetrin. Ato manifestojmë, jo personin fizik. Si mund ta dallojmë manifestimin nga vetë sugjerimi dhe motivimi personal? Besoj se vetë sugjerimin do të thuash edhe vetë suggestim, domethënë që ta suggestojmë veten, ti themi vetes që kjo gjë po bëhet realitet. Shpesh kjo gjë përplaset me ne, në kuptimin që do vi një moment kur ajo që ti mendon edhe është falso, ti mendon për shembull ti thua vetes që s'ka gjë se jam mirë, gjithsesi, çfarë do lloj gjëje të ndodhi, unë jam mirë, edhe pse situata rreth e përqark teje ka nevojë që të ndryshohet, ka nevojë që ti të bësh një hap për ta ndryshuar, dhe ti vazhdon të thuash vetes unë jam mirë, që ky është vetë sugjestim, ti i thua vetes që diçka që nuk është e vërtet, do vi një moment që ti do përplasesh me atë mur. Do të duket në realitet, do ta përplasësh kokën në një problem që do të thotë që shiko se ajo që je duke menduar nuk është realitet. Ndërsa manifestimi është të dish sakt se çfarë ti do të arrish, se ku do të arrish, dhe të jesh shumë i ndërgjegjshëm se si është situata e tanishme. Sugjestimi zakonisht është të mos jesh i ndërgjegjshëm për situatën e sotme, ndërsa manifestimi fillon nga ndërgjegjësimi për situatën e sotme. Cilat janë gabimet më të zakonshme që ne bëjmë kur manifestojmë? Të mos jesh i imt në kërkesën tënde. Le të themi për shembull që ti kërkon një shtëpi të madhe, mund të vijë një shtëpi e madhe në mes të pyllit që nuk të hyn në punë për asnjë gjë, sepse në këtë moment ti nuk je në gjendje as ta ristrukturosh, as të shkosh të jetosh atje, edhe nuk e kërkuar atë, po ti ke kërkuar një shtëpi të madhe, dhe universi di që po të jep një shtëpi të madhe, ndërsa ti duhet të jesh sa më i imtësishëm në atë që kërkon. Ti duhet të dish edhe se ku po e kërkon atë shtëpi, apo se çfarë ndjenje do të japi ajo shtëpi, se sa shpesh do kthehesh në atë shtëpi, për shembull të kthehem çdo natë në këtë shtëpi të madhe që unë imagjinoj. Këto gjërat më të imta, sa më i imt të jesh, sa më i qartë të jesh, sa më i sakt të jesh në atë që kërkon, aq më shumë di universi se çfarë të dërgoj. Këtu gabojmë më shumë. A ka rëndësi momenti, koha gjatë ditës, vendi ku ne manifestojmë? Po edhe jo, nuk është në çdo moment që ti ke një kohë të lirë për të bërë pak meditim dhe për të ëndërruar, le të themi, për të imagjinuar atë që do të arrish, është e mirë. Po që se ti ja dedikon vetes këtë. Po që se do flasim për një moment më të mirë edhe për meditimin që me meditimin fillohet pastaj manifestimi, edhe për meditimin edhe për manifestimin momentet më të qarta të mendjes tonë janë lindja e diellit edhe perëndimi i diellit. Sepse energjia në ato momente
lejon që të ketë më shumë energji eterike, më shumë energji të akashës në tokë, që futet në tokë, dhe që të jep mundësin për të manifestuar. Në akash, që është çakra e 5, që është çakra e fjalës, elementi akashës, elementi eterit është çakra e 5, të gjithë elementët janë të lirë. Është sikur ti të kesh aty legët, ato kubat që luaje kur ishe fëmijë, dhe i ke të gjithë të lirë. Dhe ti je në gjendje domethënë që ti vësh në përvendet që ti do për të krijuar atë që do. Ai elementi i fjalës, elementi i çakrës së 5, është më i fortë në lindjen e diellit, në momentin e lindjes së diellit dhe në momentin e perëndimit të diellit. Këto janë si momente më të fortët. Kjo nuk do të thotë që në mes ditë, përgjithse ke kohën, nuk mund të meditosh edhe të mendosh edhe të imagjinosh atë gjë që do të manifestosh. Në çdo moment është e vlefshme. Vendet, se më pyet edhe për vendet me eter më të lartë, me akash më të lartë, janë ato vende që ne quajmë vende të mira. Zakonisht e kemi thënë dhe herë tjetër, ku është ndërtuar një xhami e vjetër, ku ka qenë një tempull i vjetër, ku është një kishë e vjetër, sepse janë ndërtuar me një kriter në vende ku ka më shumë energji akashike, ka më shumë energji eterike. Pikërisht edhe për të purifikuar, për të pastruar nga energjitë negative dhe për të dhënë mundësinë që të arrish me lutjen apo me meditimin në manifestim. Sa kohë duhet sipas jush që një person që mediton të shikojë ndryshime tek ajo që bën? Që mediton apo që do të manifestoj diçka? Që manifeston. Okej. Që mediton, me që është pjesë e pyetjes, që mediton, ndryshimin mund ta gjesh edhe nesër në mëngjes. Domethënë në momentin që ti fillon që të krijosh një boshllëk brenda vetes, fillon të ndjehesh më i qetë, edhe më i qartë mendërisht. Që fillon të japi një qëllim vetes, një qëllim për ta manifestuar, zakonisht mund të kalojnë nga le të themi një muaj, minimumi një muaj për të arritur një diçka edhe fare të vogël, në edhe 2 apo 3 vjet nga momenti që ti ke filluar të mendosh se si të arrish në atë qëllim. Sepse duhet edhe dal nga dal të bësh një hap. Le të themi, do të ndryshosh vendin e punës, sepse aty ku je nuk ndjehesh mirë. Ajo që të jep vendi i punës së re, apo ajo që ti do për vendin e punës së re, është një emocion qetësie, të paktën me kolegët, le të themi, një diçka të thjeshtë. Për të arritur në atë, duhet që të fillosh gjithsesi të kërkosh diçka, por nuk lëvize, asnjëri s'do vi të ta ofrojë. Kështu që ajo kohë që duhet edhe për të bërë disa hapa, që të paktën të jesh e hapur në një rrugë të re. Po që se ti do rrish vetëm në të njëjtin vend, edhe nuk do fillosh të kërkosh diçka apo të bësh një hap drejt situatës së re që do të arrish, nuk e për ta arritur ndonjëherë. Ose do vi, sepse ti je duke u lodhur shumë për ta manifestuar, po do vi pas shumë kohësh, kur ti bjeri rasti. Dikujt që do vi të thotë shiko se kam një vend pune për ty. A mendoni që ndryshimi më i madh ndodh tek vetja, tek ne? Pra duhet ndryshojmë një herë veten dhe më pas shikojmë frytet që mund të na jap manifestimi që ne bëjmë? Është një shprehje që e përdorin shumë në Amerikë, besoj, këta mjeshtrit e manifestimit, që unë dhe jam dhe nuk jam shumë dakord. Është fake it until you make it, do të thotë që bëj sikur ti ke arritur diçka për derisa t'ja arrish ta bësh atë gjë. Shpesh e thonë për manifestimin e bollëkut apo të lekut, të paras. Gjë që keq kuptohet shpesh. Ajo që unë mendoj se është gjëja më e mirë është që po, ti duhet të ndryshosh brenda vetes, sepse në këtë gjendje që je, me këtë vibrim që je, ke këtë manifestim që ke këtë realitet nëse përqar këteje. Kështu që diçka, një qëllim që ti duhet ja i vendosësh vetes dhe një ndryshim të vogël për të arritur atë qëllim duhet ta bësh. Si çdo gjë që ne realizojmë në përditshmërinë tonë, ne duhet të ndryshojmë diçka për të arritur në atë manifestim. Po kjo nuk do të thotë që duhet të bësh sikur
ke arritur. Kjo do të thotë që duhet të bësh një hap drejt atij personi që ti do të jesh. Nëse do të jepni vetëm një ushtrim vetëm sa i takon manifestimit, cili do të ishte? Vetëm një. Disa. Një që më pëlqen shumë është që të kesh një vazë me dëshirat e tua. Në çdo moment që ti mendon, do të thonë që ke një dëshirë, që është duke të lindur një dëshirë, që mund ta fillosh, mua më pëlqen më shumë dita e lindjes, datlindja, se sa fillimi i vitit 1 janari. Mund ta bësh edhe në 1 janar, por mund ta bësh në atë që është fillimi i vitit tënd, që është dita jote e lindjes. Në ditën tënde të lindjes, të marrësh një vazo edhe çdo ditë për të paktën 21 ditë, sepse më shumë se 21 dëshira bëhen jashtëzakonisht shumë për një vit, por të paktën për 21 ditët e para pas lindjes, të shkruash një dëshirë në një letër, vetëm një dëshirë, ta shpjegosh sa më shumë atë dëshirë që do të realizosh dhe ta fusësh në atë vazën e vënë gjëkundi në shtëpi. Mos e lexosh më. Ajo do filloj të punoj brenda teje, sepse duke bërë që ta shkruash, në ato momente ti të bëhesh i ndërgjegjshëm dhe i vë një qëllim vetes tënde. Në momentin që ti e shkruan, ajo bëhet të paktën e shkruar e zezë në të bardhë, të paktën një realitet fare i vogël. E shkruar e zezë në të bardhë. Në momentin pas një viti, kur vjen ditëlindja tjetër, të hapësh atë vazën që ke futur 21 dëshirat, edhe të shohësh se çfarë është realizuar dhe pse ti ndoshta brenda atij viti do ta kesh harruar fare, të shton akoma më shumë atë besimin në veten tënde, sepse të paktën 7 nga ato 21 dëshira do janë realizuar. Zonja Vogli, shumë faleminderit që ishit me ne dhe faleminderit shumë për të gjitha mesazhet që dha. Faleminderit juve.